E vlerësoj, po mirënjohje i takon gjithë organizatës. Mban në një emër, do të thuash një emër aty të organizatës që do ta përmendësh sot, që ishin pro Ramës, që e mbështetën Ramën përveç ju si kryetar? Diskutuan 5-6 veta. Kush ishin ta? Guri Duka. Po. Diskutoi Jeta, një Thanas i moshuar që ka bërë diskutim Perl. Po. Ashtu megjithëse ishte mbi 70 vjeç, po, por ka diskutuar si të ishte. Ju vetë çfarë tha për Ramën kur morët fjalën? U thash që zotin Rama e njihni gjithë. S'ka nevojë ta prezantoj. S'ka nevojë ta prezantoj. Po. Tashti zoti Rama më thotë 2 llafe. Edhe pastaj foli 2 llafe shkurt, siç flisën në rrezat. Jo në Rama nuk flet shkurt tani. Jo, atje foli shkurt. Flet shkurt atje? Atje shkurt fare. Do të thënë ka pasur këtë, ka tregori kujdesshëm. Shkurt. Se tani kur merr fjalën nuk mbaron. Tani ka detyrën që të flasë të mush me njerëzve.